Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderoj Allahun Azza wa Jall. Përshëndetje qofshin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe muslimanët që ecën pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër dhe të nderuara motra, nuk ka dyshim se Allahu i madhëruar me bujarinë e tij, me dhuntitë e tij të shumta, ju jep robërve të tij dhurata të njëpasnjëshme. Në mënyrë të vazhdueshme, Zoti i begaton robërit e tij me të mira të shumta të kësaj bote. Njerëzit si zakonisht ndalen dhe mendojnë për të mirat që Zoti u jep atyre në aspektin e atyre gjërave të mira që i shijojnë dhe që i shohin me sy dhe që i përjetojnë çdo ditë. Pra, mirëqenie në shëndet, mirëqenie në pasuri, mirëqenie në familje, mirëqenie në punë, edhe të mirat të ndryshme që ata i përjetojnë çdo ditë në jetën e tyre të përditshme. Nuk ka dyshim se këto gjëra janë të rëndësishme për të vazhduar një jetë në formën e saj më të mirë të mundur. Por, nganjëherë edhe ne si musliman, si duket harrojmë, apo edhe na merr jeta me gjitha angazhimet e saja dhe nuk kemi kohë të ndalemi ndoshta të mendojmë për dhuratat në realitet që janë më të çmuara për ne e që vijnë prej Zotit ton bujar. Këto dhurata janë shumë më të rëndësishme se sa ato parapraket që i përmenda më herët. Zoti, me bujarinë e tij që përmenda, ai po ashtu na dërgon dhurata shpirtërore, ato të cilat në realitet na mbajnë që të jemi në këtë tokë ashtu siç duhet të jemi si njerëz, dhe të vazhdojmë në këtë tokë të jetojmë ashtu siç duhet të jetojmë si njerëz të denjë dhe të dalim para Zotit faqebardh dhe të arrijmë shpërblimin e Zotit në botën tjetër. Pra, dhuratat e shpirtit janë shumë më të rëndësishme se çdo dhuratë tjetër që ne përjetojmë prej Zotit. Andaj edhe për këtë rëndësi të madhe, Zoti kohë pas kohe, vend pas vendi, momentet të caktuara pas momenti, na sjell këto dhurata që të na jep mundësi të shumta për të përfituar shumë, për të marrë shumë shpërblime dhe për të arritur një diçka të madhe me një mundi të vogël që ne e japim. Nuk ka dyshim se muaji i begatshëm i Ramazanit është një dhuratë shumë madhështore. Është një dhuratë shumë e veçantë. Madje aq e veçantë saqë na vjen vetëm një herë në vit. Madje aq e veçantë saqë Zoti në këtë muaj përgatit në këtë dhuratë të madhe, përgatit edhe shumë dhuratë të tjera që vijnë së bashku me këtë dhuratë. Andaj, nuk ka dyshim se sa më shumë që e shfrytëzojmë këtë dhuratë që na vjen përmes Zotit në këtë muaj të begatshëm, aq më shumë do të arrijmë shpërblimet e Zotit. Dhe në fund, secili prej neve do të ketë nevojë më së shumti për këto shpërblime në ditën ku do dalin para Allahut. Të dashur vëllezër, pra, muaji i Ramazanit është dhuratë që duhet ta shfrytëzojë secili prej neve. Dhe nga gjërat e bukura që i ka kjo dhuratë, dhe nga gjërat e bukura të hijshme që i ka ky muaj i begatshëm është se nuk privohet nga kjo dhuratë askush. Nuk privohen as fëmijët, nuk privohen as të rriturit, nuk privohen as të moshuarit, nuk privohen as gratë, nuk privohen as burrat. Pra është një dhuratë që përfshin bashkësinë njerëzore tërësisht. Dhe kur e përfshin bashkësinë njerëzore në mënyrë të tërësishme, atëherë nuk ka dyshim që secili prej këtyre individëve të shoqërisë do të përfitojë diçka nga ky muaj dhe pastaj përmes këtij përfitimi do të ndikojë edhe në shoqëri dhe e mira, hajri, bereqeti, dhuntitë e këtij muaji do të jetësohen të njerëzit, do të shpërndahen mesin e njerëzve dhe njerëzit do të kenë mundësi që të mësojnë dhe të përfitojnë sa më shumë që ka mundësi. Andaj dashur vëllezër, ky përfitim që vjen nga ky muaj i begatshëm i Ramazanit duhet të na zë duke qenë vigjilant, duke qenë të kujdesshëm, duke u munduar që mos ta humbim këtë shans, e cila ndoshta edhe nuk do të vijë më, ose ndoshta do të na vije,
por ne nuk do të jemi në shëndetin që duhet ta kemi, apo nuk do të kemi mundësi që ta praktikojmë, ta realizojmë ashtu siç kërkohet prej neve. Andaj, është shumë e rëndësishme për neve që ta shfrytëzojmë maksimumin e të mirave që vijnë prej dhuratave të shumta në këtë muaj të begatshëm të Ramazanit. Dhe në mesin e shoqërisë që do të ketë një qasje ndryshe ndaj këtij muaji të Ramazanit, është edhe thelbi, trungu dhe ajo baza e shoqërisë, e që është familja. Familja muslimane duhet të jetë ndryshe në këtë muaj, duhet ta jetoj ndryshe këtë muaj, duhet ta pres ndryshe këtë muaj. Në realitet, në familje muslimane, ky muaj do të lozoj ashtë në atë formë, sa që do të jap frute në këtë familje për gjatë 11 muajve tjerë. Dhe kjo familje mund të ngritet, një familje pra e tillë muslimane, që e kupton rëndësinë e këtij muaji të begatshëm, mund të ngritet në muajin e begatshëm të Ramazanit, aq lart sa që do ta shoqëroj kjo ngritje, do ta shoqëroj ky moral dhe këto virtyte këtë familje edhe gjatë muajve tjerë. Dhe kjo është në realitet synimi që duhet të arrihet përmes këtij muaji të begatshëm. Pra familja muslimane mund të përfitojë shumë në këtë muaj, mund të dallohet shumë me virtyte dhe vepra të mira gjatë këtij muaji, dhe mund të ngritet shumë moralisht, shpirtnisht, madje edhe fizikisht në këtë muaj të begatshëm të Ramazanit. Ne mund të përfitojmë si familje muslimane në aspektin e besimit dhe ta kuptojmë që Zoti në realitet nuk na ka krijuar për të ngrënë dhe për të pirë dhe për të i përmbushur nevojat tona fiziologjike. Jo. Ramazani na tregon që si familje do të kemi një qasje tjetër ndaj lidhjes tonë me Krijuesin. Allahu përmes Ramazanit na përkujton për besimin e çiltër që duhet ta kemi karshi Tij, për bindjen e fortë që duhet ta kemi karshi Zotit, për njohshmërinë e madhe që duhet ta kemi në zemrat tona, e që kjo njohshmëri duhet pastaj të vë themelet dhe të shpërfaqet në jetën tonë praktike, në bindjen me zemër, në fjalët që i themi dhe në gjymtyrët, në adhurime dhe veprat që i bëjmë. Pra përfitimi i rëndësishëm është besimi i drejtë, i çeltër, i pastër me Zotin. Po ashtu përfitim të madh mund të marrim nga ky muaj edhe në aspektin e adhurimit. Pra një lidhje speciale që një familje muslimane mund ta bëjë me Zotin në këtë muaj të begatshëm. Nga se në këtë muaj shtohen adhurimet, bëhen vepra të ndryshme, të mira, që na afrojnë te Zoti dhe kështu ne lidhemi edhe më shumë me Allahun, Zotin ton fuqiplot. Nuk ka dyshim se adhurimi është boshti i jetës së njerëzve në këtë tokë. Pasi që e njohin Zotin, ata duhet edhe ta adhurojnë. Dhe përmes këtij muaji të begatshëm ne ngritemi dhe lidhemi edhe më shumë me Allahun, dhe njëra prej këtyre adhurimeve ose një formë prej formave të adhurimit të këtë muaj është edhe vet agjërimi. Gjithashtu mund të përfitojmë në aspektin e moralit, edukatës. Sa familje kanë nevojë që të përkryhen, të pastrohen, të ngriten edhe më shumë në aspektin e moralit. Sa prej neve kemi nevojë që ta shtojmë solidaritetin. Sa prej neve kemi nevojë që ta shtojmë ndihmën ndaj njëri tjetrit. Sa prej neve kemi nevojë që ta shtojmë vullnetin e mirë për të ndihmuar të tjerëve, për të u kujdesur për të tjerë e gjëra tjera që na nevojitin në jetën tonë. Po ashtu shumë prej neve në aspektin e moralit kemi nevojë që t'i largojmë disa virtyte, disa forma edukative, disa forma të sjelljeve të këqija që i kemi në vetveten tonë, qoftë ajo zënka të ndryshme, qoftë ajo zilia, qoftë inatet, qoftë kopratësia, qoftë egoizmi, të gjitha këto që në realitet janë sëmundje që duhet t'i largojë një shoqëri dhe në mënyrë të veçantë një familje muslimane, në mënyrë që të ecë ashtu siç duhet. Po ashtu mund të përfitojmë në aspektin e lidhjes tonë me tempullin e Islamit, me xhamit. Përmes kësaj lidhje e formojmë një lidhje edhe më të ngushtë me fenë e Zotit, nga se Zoti xhamit i ka bërë shtëpitë e tij në tokë. Dhe çdo kush që lidhet sa më shumë me shtëpitë e Zotit, nuk ka dyshim se do të afrohet edhe më shumë te Allahu, do të ngrihet shpirtnisht, do të ngrihet moralisht dhe do të ketë një qasje ndryshe edhe në jetën tij praktike. Po ashtu mund të përfitojmë ne si familje nga ky muaj edhe në
përcaktimin, drejtimin e personalitetit tonë si musliman. Muaji i Ramazanit na jep një ngjyrë. Dhe kjo ngjyrë është e të qenurit rob të Zotit, e të qenurit musliman. Në realitet kemi nevojë të ngjyrosemi shpesh me këtë ngjyrë, nga se po na bie në raste të caktuara që të ngjyrosemi me ngjyra të ndryshme, sidomos në vendin ku ne jetojmë, që ka fe të ndryshme, ka nacionalitete të ndryshme, dhe secili me siguri se merr diçka prej neve, po ashtu mund të lëdhet diçka nga vetja e tij tek ne. Andaj në muajin e Ramazan ne sikurse rifreskohemi, sikurse ngjyrosemi edhe një herë me ngjyrën tonë origjinale, e që është ngjyra e Islamit dhe ngjyra e imanit, dhe si familje muslimane, si një trung i rëndësishëm në shoqëri, e tregojmë se jemi të kthyer ka Zoti, jemi të kthyer ka kibla e tij, dhe përmes Ramazanit ne tregojmë se jemi një shoqëri e cila i nënshtrohet krijuesit dhe e ka një personalitet, dhe ai personalitet është Islami, imani, Kurani. Po ashtu, në realitet, musliman përmes këtij muaji, sidomos në këto vende këtu, ku jemi duke jetuar, që siç thash ka nacionalitete të ndryshme, ka fe të ndryshme, e kupton edhe një herë rëndësinë e lidhjes së njerëzve, lidhjes së muslimanëve mes veti. Faktikisht edhe ne si familje kur jetojmë në këtë muaj të begatshëm, e kemi një ndjenje të një globalizmi të Islamit, nëse mund ta quaj kështu. Pra, jemi që të gjithë muslimanët në gjithë globin, jemi duke e bërë një adhurim të veçantë, por që të gjithë në një kohë të njëjtë. Pra, qoftë syfyri kur qohemi për syfyr, qoftë iftarin kur e hajmë, qoftë kur e fillojmë Ramazanin, qoftë kur bëjmë Bajram, e kështu me radhë jemi si një në trup i vetëm. Dhe kjo është një prej synimeve të rëndësishme të Islamit, që muslimanët jenë si një trup i vetëm. Dhe edhe ne, në realitet, edhe në këto vende, që shtash, mund ta përjetojmë këtë universalitet të Islamit, që ai përfshin çdo gjë, përfshin çdo vend, përfshin çdo kohë, përfshin çdo nacionalitet, përfshin çdo ngjyrë, dhe në realitet nuk ka dallime mes këtyre gjërave, por dallimi tek Zoti bëhet vetëm me vepra të mira dhe me zemër të pastër dhe të qeltër. Andaj e rikthejmë edhe një herë një lidhje të ngushtë të imanit, të besimit me gjithë muslimanët, kudo që janë ato në botë, përmes këtij muaji të shenjtë të Ramazanit. Si thash, familja muslimane në këtë muaj mund të ngritet shumë lart, me vepra të ndryshme, me forma të ndryshme që bëhen nga adhurime të ndryshme ditore apo edhe ato gjatë natës. Po ashtu edhe me lidhje të ndryshme që bëhen mes familjeve në këtë muaj të bereqetit. Por për të përfituar sa më shumë nga të mira që i sjell ky muaj, duhet që të mundohemi që të kemi diçka të qartë, të kemi diçka të përgatitur, edhe kur të hyjmë në këtë muaj, të hyjmë të përgatitur, të jemi nga ata që realitet e ka kuptuar rëndësinë e këtij muaji, dhe në momentin që vjen muaji, të jemi ata që në realitet jemi në vijën e parë të veprave të mira dhe në përgatitjen më të lartë që ka mundësi. Andaj, për të përfituar në formën praktike nga ky muaj i begatshëm, duhet që të kemi parasysh disa gjëra të cilat mendoj se janë shumë të rëndësishme për një familje, në mënyrë që të i vjel të mirat e këtij muaji sa më shumë që ka mundësi. Në rënd të parë, ose në një, kisha me cek që secila prej familjeve, para se të vijë muaji Ramazanit, duhet që ta përcaktoj një plan program. Dhe plan programi të jetë i qartë, të jetë i caktuar mirë, dhe dihet gjërat që duhet të bëhen gjatë këtij muaji. Ne kudo që punojmë, kudo që jetojmë, nëse nuk kemi një program në jetë, ajo puna jonë shkon pa sukses. Madje ndoshta edhe mundi jonë që e bëjmë nuk i jep frutet e duhura. Andaj, në çdo çështje tjetër nëse kemi një program, realitet jemi përgatitur që të kemi sukses. Kështu i bën. Programi do të thonë suksesi. Programi në jetë do të thonë suksesi në jetë. Dhe kështu duhet ta përjetojmë Ramazanin. Ta kemi një program nëse dëshirojmë që të kemi sukses. Dhe ky program, siç thash, duhet të jetë i qartë, duhet të jetë definuar mirë dhe duhet të i plotësoj kërkesat tona që i kemi. Është mirë që prindërit të ulen së bashku me fëmijët e tyre dhe ta bëjnë një plan program para se të fillojë muaji Ramazanit. Sot do të lexojmë Kur'an. Sot do të bëjmë namazë nafile, vullnetare.
A do t'i falim namazet të gjitha në xhami apo nuk kemi mundësi t'i falim në xhami? Se cilat prej namazet do t'i falim në xhami? Kujt do t'i ndihmojmë me sadak? Ose sa kemi fond, sa kemi kapacitet që të ndajmë prej të hollave tona, prej pasurisë tonë për të ndihmuar të tjerëve. Sa njerëz kemi mundësi të i thrasim në iftar? Sa njerëz kemi mundësi të i thrasim të sa njerëz kemi mundësi të shkojmë për iftar? E kështu me radhë. Pra, vendoset një program në pika të trasha, në mënyrë që gjatë muajit Ramazanit ta kemi një plan program në të cilin do të ecim. Nëse vendoset kështu një program i tillë, atëherë nuk ka dyshim se është një nisje e hajrit, një nisje e mirë që në realitet përmes saj pastaj mund të bëjmë edhe të mirat që vinë kohë pas kohe gjatë këtyre ditëve të begatshme të Ramazanit. Normalisht është shumë e rëndësishme që është pika e dytë, që përveç programit gjithashtu të jemi më të fokusuar, të jemi më të kujdesshëm që gjatë muajit Ramazanit të jetë si pikësynim i joni që të kujdesemi për kualitetin dhe jo vetëm thjesht një kuantitet ose vepra të ndryshme. Kualiteti është shumë i rëndësishëm në këtë muaj. Ndoshta një sadak që kujdesesh se ku do ta japësh dhe kujdesesh se në çfarë forme je duke e dhënë, është shumë më vlerë se sa një sadak tjetër, e cila mund të jetë shumë më e madhe për nga vlera, për nga sasia, është shumë më e madhe por që nuk e ka rëndësinë e saj. Pra të mundohemi që gjatë muajit Ramazanit ta shtojmë kualitetin. Dhe kualiteti dashur, vëllezër, edhe si familje, mund të arrihet nëse në mënyrë të vazhdueshme e kemi parasysh lidhjen tonë me Zotin që e krijojmë në këtë muaj. Pra, kur falemi, ta ngrisim kualitetin, që të lidhemi më shumë me Zotin edhe mos na mashtrojnë gjërat që janë përreth nesh, ose që të bëjmë diçka sa për të na parë njerëzit. Kur të japim sadak, kur të ndihmojmë dikujt, po ashtu të mundohemi që ta ngrisim nivelin, po ashtu edhe të sinqeriteti dhe të largohemi nga sifatësia në momentin kur japim sadak dhe kur ndihmojmë dikujt. Pra mos të përmendet ajo gjë që ti e bën në këtë muaj të begatshëm. Dhe të mundohemi që në çdo çështje, në çdo cep të adhurimeve tona të ndajmë atë mendimin, atë idenë që të mundohemi ta bëjmë në formën më të mirë të mundur dhe të jetë sa më kualitative. Edhe nëse nuk është shumë e madhe për nga numri, për nga sasia, por s'paku të jetë e përzemërt, të jetë e qiltër, të jetë e pastër dhe të mundohet që të jetë kualitative në formën më të lartë që ka mundësi. Nën 3, është shumë e rëndësishme që programi i muajit Ramazanit, adhurimet e këtij muaji, aktivitetet e ndryshme që i bën një familje muslimane, të jenë të përfshira, të jenë gjithë përfshirëse, të përfshin gjitha shtresat e familjes. Pra, prindi, nëna dhe baba në këtë rast, është shumë e rëndësishme që të bëjnë një program i cili është i përshtatshëm, i cili i përfshin gjitha shtresat e familjes. Të ketë program për prindrit dhe të ketë program edhe për fëmijët. Dhe normalisht kur themi kështu, normalisht se secili pastaj e ka atë pozitën e vet. Por që ti përfshi të gjithë dhe jo ta përfshi vetëm një shtresë të caktuar. Qoftë edhe në leximin e Kuranit, qoftë edhe në dhënien e sadakut, qoftë edhe në ndihmë në shtëpi, qoftë edhe në ndihmë që e bëjmë njëri tjetrit gjatë muajit begatshëm në punët e shtëpisë. Pra, të i përfshi ky program gjitha shtresat që jetojnë në shtëpi dhe jo vetëm një shtresë të caktuar. Në 4, pasi që i kemi ndarë shtresat, pasi që ky program faktikisht i ka përfshi gjitha shtresat, po ashtu është shumë me rëndësi që të jepet secilës shtresë ajo që ka mundësi ta meritoj, ajo që ka mundësi ta përballoj. Pra, të mos i jepet një punë për të kryer, për shembull fëmijës që në realitet ajo punë është për të madhen, ose të mos i jepet fëmijës në një sasi të caktuar që ai nuk ka mundësi ta përballoj. Dhe po ashtu edhe të i madhi, nëse ndalmi dhe e shiqojmë. Edhe të i madhi, mos t'i jepet diçka, mos ta merr ai për veti, domthon baba ose nëna, mos merr diçka për veti mbi supe që në realitet nuk kanë mundësi me realizu për shkak punëve që janë këto. E dim ne që shumica e prindërve punojnë. Andaj aspirata ndoshta me bëu shumë vepra të mira, ndoshta me lexu shumë Kur'an, ndoshta është në kundërshtim me aktualitetin. Kështu që nuk ka nevojë me mundu veten me diçka që në realitet pastaj nuk mundesh me realizu. Nga se këtu pastaj është një rrezik që nëse nuk mundesh me realizu programin e lën krejt. Jo,
mundohu me bën një program i cili i përshtatet jetës tënde që jetu si familje. Qoftë edhe e thjesht, qoftë edhe e vogël. Për shembull, nëse dikush punon shumë dhe nuk ka mundësi për shembull me lexu Kur'an 1 orë ose 2 orë, dhe nuk ka ndoshta mundësi ta bëj hat me Kur'anin prej fillimit të Ramazanit deri në fund, për shkak punës madhe që e ka, atëherë ai ta bëj një pjesë të leximit të Kur'anit, që është ndoshta shumë më pak, por që i përshtatet kohës së tij, jetës së tij, në mënyrë që pastaj të ecë në atë program dhe mos ta lënë mbrapa. Po ashtu edhe për fëmijët, nga se edhe këto fëmijët shumicën e kohës janë në shkollë. Andaj edhe fëmijëve duhet të përshtatet një program i cili do t'i ndihmoj që në realitet edhe ata që çdo ditë të përfitojnë diçka prej Ramazanit, prej të mirave të Ramazanit, prej programit që kanë, por në njëjtën kohë mos të jetë aq i rënd saqë ata pastaj dorëzohen dhe ta lënë. Gjithashtu këtu shiqohen edhe ditët e pushimit. Nëse e bën një plan program paraprakisht, e din kur i kanë fëmijët ditë të pushimit, përveç ditëve të fundit të javës, që janë shtunia dhe e dila, që janë ditë pushimi, po ashtu ndoshta kanë edhe ndonjë ditë tjetër prej shkollës, qoftë fëmijë ose prej punës, prindrit. Andaj kur e bën programin prej fillimit, e kupton që duhet që ti shfrytëzon këtë ditë që janë të pushimit në formë më të madhe, në mënyrë më efikase, edhe të mundohet që në këtë ditë të pushimit të jetë më afër të mirave, me zell të madh se sa në këtë ditë që ka qenë duke punu. Pra, është shumë rëndësi, si pikë e katërt, është shumë rëndësi që prindrit dhe familja mirëpërgjithshme ta bëjnë një program që është i kapshëm, është i mundur, është i përshtatshëm për rrethanën që ata jetojnë. Dhe jo të mundohen që të shohin programe të gatshme, ose të fantazojnë, ose të mendojnë se kështu kanë vepruar muslimanët më herët, kështu kanë vepruar muslimanët më herët, kurse në realitet ai nuk e ka gjendjen dhe momentin e vet dhe mënyrën e jetesës që të ketë mundësi të realizojë atë program. Por mundohet që të realizojë për një program i cili është i përshtatshëm për të. Dhe kështu siç thash, domethënë, qoftë në leximin e Kuranit, qoftë në sadak, qoftë në namazet nafile, qoftë në ndihmën ndaj të tjerëve, qoftë në vizita e kështu me radhë, ta përshtat programin me jetën e tij aktuale që e ka dhe të largohet prej asaj ndoshta imagjinatës ose aspiratës që ka qef të jetë shumë më mirë, por në realitet nuk ja mundson jeta që ai e ka. Gjithashtu është shumë rëndësi që programi që bëhet në këtë familje ose në familjet tona të jetë po ashtu edhe praktik shumë. Jo vetëm teori, jo vetëm fjalë, jo vetëm muhabete, por të jetë praktik. Praktik të jetë në gjithë familjen tonë. Jo vetëm me një shtresë të caktuar të familjes. Edhe këtu shpesh ndodh që disa punë që bëhen gjatë muajit Ramazanit bëhen vetëm për një anë të caktuar të familjes. Për shembull, shpesh tek ne ndodh që çështjet e ushqimit, çka ndërlidhen me ushqim, çdo gjë, qoftë iftar, qoftë sefer, ti ketë vetëm gruaja. Kjo është gabim. Nga se nëse e kuptojmë ose nëse jemi duke e jetuar realitetin, e dim se shumica e grave këtu punojnë. Andaj në njëjtën formë siç ka punuar burri, ka punuar edhe gruaja. Nuk them që punët e gruas ti merr burri, se nuk ka mundësi edhe ti merr. Madje nuk din ti i bëj. Por që të jetë krejt familja pjesë e ndihmës ndaj gruas në këtë çështje. Edhe fëmia, edhe nëse nuk mundon diçka të madhe të bëjë diçka në kuzhinë, ai ka mundësi të ndihmojë diçka nënës së tij, aq sa ka mundësi prej gjërave që asaj i duhen në kuzhinë. Pra, që të mundohemi praktikisht ta përjetojmë Ramazanin. Dhe në këtë praktik po ashtu nuk ka është shumë e dobishme, shumë e rëndësishme, shumë e bukur që të mlidhen të gjithë, babi, mami, fëmijët, mlidhen me një tryezë që do ta kisha quajtur tryezë e Kuranit, qoftë edhe 15 minuta, qoftë edhe gjysore, të lexojnë diçka nga Kurani, qoftë në gjuhën arabe, qoftë duke e përkthyer shqip, ose ta lexojnë ndonjë libër të caktuar. Dhe kjo është praktike e rëndësishme që ne kemi mundësi me bëj gjatë muajit Ramazanit. Madje kjo mund të bëhet edhe një edukat dhe një zakon që mund ne ta vazhdojmë edhe pas muajit Ramazanit. Pra të caktohet për shembull një libër e caktuar rreth besimit ose ndonjë libër, pavarësisht ka ndonjë libër të dobishme, dhe çdo ditë të bëhet në mënyrë praktike, të ulemi së bashku, ta lexojmë atë libër së bashku, domthonë gjithë familja, ose të lexojmë gjithë familja një kohë tjetër Kur'an, ose gjithë familja të diskutojmë një temë caktuar së bashku dhe të bëhet pjesë e programit forma praktike e përjetimit të këtij programi. Po ashtu tjetër edhe formë praktike e përjetimit të këtij programi ndihma ndaj tjerëve. Dhe këtu po ashtu duhet përfshihen gjithë anëtarët e familjes, jo vetëm prindi, për shembull, ti mbledh të hollat ose të organizoj dhe
ndoshta familja as nuk e marrin vesh. Jo, duhet që të bëhet së bashku me familjen, të ndajnë një pjesë të, siç thash më herë, të ndajnë një pjesë të hollave për të ndihmuar dikujt, edhe në realitet mundohet prindi, në këtë rast baba, që së bashku me fëmijët e tij të e bëj këtë organizim edhe këtë dhënje të hollave, në mënyrë që edhe fëmijët ta ndjejnë. Madje edhe të hollat, kur të bëhet ndarja, është bukur që edhe fëmijët, nëse kanë diçka për i pasurisë të tyre të deponuar, të japin diçka qoftë edhe simbolike, por vetëm le ta ndjejnë mirësinë e ndihmës ndaj të tjerëve, e që, siç thash, këtë muaj është shumë e dobishme dhe shumë e rëndësishme. Po ashtu, përveç anës praktike, duhet që të shfaqen në mënyrë të veçantë dhe në mënyrë më të spikatër edhe ai shpirti i konkurrencës. Dhe shpirti i konkurrencës në punë të mira është vepër e lavdruar në Islam. Madje Zoti në shumë ajete Kur'anit na porosit që të garojmë, të shtyhemi me njëri tjetrin për punë të mira. Dhe kjo gjë në Ramazan bëhet në mënyrën shumë më të bukur dhe shumë më të lehtë sesa në muaj tjerë. Pra të shtyhemi në leximin e Kuranit, shtyhemi në namazet vullnetare që i bëjmë, shtyhemi në ndihmën që e bëjmë në shtëpi. Dhe këtu nuk ka të keq asgjë që fëmijëve mund t'ju japmi atfar mundësinë që të garojnë ata mes vetes se cili po bën punë më shumë në shtëpi, cili po bën punë të mira më shumë, cili po i ndihmon nënës më shumë. Dhe nëse ata pastaj arrin që të ecin përpara në këtë drejtim, nuk ka asgjë të keq që edhe shpërblehen këtë muaj, duke ja u përkujtuar atyre se ky muaj është shumë i begatshëm, adhurimet këtë muaj janë shumë të rëndësishëm, andaj edhe ndihma ndaj nënës tuaj konsiderohet pjesë e adhurimeve, dhe për shkak kësaj vlere që e ka ndihma, ne domethënë si prind do të shpërblejmë ata fëmijë që kanë qenë më të zellshëm dhe janë munduar më shumë. Po ashtu edhe prej garimit si familje është që ndoshta edhe ti mundohemi që ti joshin fëmijët, ti nxisin fëmijët që të agjerojnë nëse ata janë edhe në moshën e vogël. Jo duke i munduar, jo duke i sjell me një situatë që ata nuk mund të përballu, por për shembull ka ndoshta ndonjë fëmijë që i ka 7 vjet, 8 vjet, ndoshta nuk mund me agjeru tan ditën, por që ti me këtë formën e garimit, me formën e konkurrencës, i thu që nëse agjeron deri në gjysmë dite do ta kesh një shpërblim të tillë, nëse agjeron 70% ditës do ta kesh një shpërblim të tillë, dhe kështu ai përgatitet dhe kalitet që të mund të agjeroj pastaj Ramazanin kohën tjetër ose Ramazanin tjetër pa ndonjë problem. Po ashtu është shumë e rëndësishme që të ngjallet këshillimi dhe urdhërimi për të mirë gjatë këtij muaji të Ramazanit në familje. Pra, të largohen inatët personale, të bëhet si një lloj programi, si një lloj mirëkuptimi, si një lloj marrëveshje mes anëtarëve të familjes, që të largojnë inatin personal gjatë muajit të Ramazanit, s'pako gjatë muajit të Ramazanit. Dhe me lehtë Zotit, nëse gjatë muajit të Ramazanit largohet, atëherë mendoj se do të ketë me thonë një lehtësi të madhe që mos të përsëritet më gjatë muajve tjerë. Të largohen inatet, të largohen problemet personale, edhe secilit mundohet që ta këshillon njëri tjetrin, secilit mundohet që ta përmirësoj njëri tjetrin në momentin që është keq. Nëse fol dikush keq, mos me pas ndonjë pengesë, edhe nëse është prindi, nëse fol keq, fëmia më thonë babi ose mami, këtë fjalë nuk bën me thonë, kjo fjalë nuk është e mirë, kjo fjalë nuk është e heshme, ose edhe prindrit mes vete, ose edhe fëmia mes vete, ose normalisht prindrit ndaj fëmijëve, po ashtu është çështja edhe më e rëndësishme. Pra, bëhet një farë lloj rizgjimi që realitet të përhapet e mira, të largohet e keqja dhe të përmenden gjërat e mira në mënyrë të vazhdueshme. Madje këtu është ndoshta shumë e dobishme të përmend që ndoshta nuk na bjen gjatë gjithë vitit që të rrim bashkë në iftar. Ndoshta nuk na bjen gjatë gjithë vitit që të hajmë bukë syfër së bashku përveç muajit Ramazan. Andaj nuk është keq, madje është një praktikë shumë e mirë që kur të ulmi së bashku pranë sofrës që të hajmë bukë, që të tregojmë njëri tjetrit gjëra të rëndësishme, gjëra të dobishme që ka përjetuar gjatë ditës, që ka lexuar diçka, që ka dëgjuar diçka, dhe kështu të bëhet një bisedë vazhdueshme, një mujorëshe, 30 ditëshe mes anëtarëve të familjes. Normalisht se këshillat ose metodat, mënyrat që ta shfrytëzojmë si familje këtë muaj janë të shumta, por unë mendoj se këto ishin ato që janë ndër pikat kryesore, duke lutur Zotin
që të na mundsoj që ta jetojmë këtë Ramazan si një familje e përkryer, dalmë nga ky Ramazan si një familje me përfitime të shumta dhe të vazhdojmë si një familje e tillë me rregulla të tilla të mira, ta vazhdojmë jetën duke lutur Zotin që të vazhdojmë kështu çdo Ramazan derisa Zoti na ka caktuar jetën në këtë tokë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.